A mund të kontrolloj një person i vetëm mira llogari? Patjetër, sepse janë me sisteme. Kaq. Një person i vetëm, nuk është nga një person i vetëm, sepse fushata është në të gjitha rrjetet sociale, ka nisur nga Regdit, janë publikuar dhe lista biznesesh që policia e shtetit i di shumë mirë. Pa pse nuk doli drejtori i përgjithshëm policisë dhe tot emrat e bizneseve të cilat janë sulmuar. Okej. Ka sulmuar turizmin në Shqipëri. Tani sulmuar, jo po, kjo është fake news nga policia e shtetit. Dakor, do ta shtetit po bën fake news. Që ta kuptojmë rast pas rasti, pra, që të kuptojmë edhe ne që nuk e dim, pra, si jemi ekspert IT-s, ta kuptojmë të gjithë, me të gjitha pyetjet. Sa e lehtë është të krijohen 10.000, flitet për 10.000 profile fallse. Është kaq e lehtë është të krijohen 10.000 profile? Nuk kemi të bëjmë me 10.000 profile false. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë tha një pjesë e tyre janë false, kurse një pjesë e tyre janë profile reale me emër dhe me aktivitet 10 vjeçar në Okej. Dhe duke qenë se fushata ka qenë publike, nuk besoj se ka nevojë për profile fake. Në rregull. Si verifikohet tani nëse një review është autentik apo i manipuluar? Këtë duhet na tregojnë drejtori i përgjithshëm i shtetit se si do e verifikojnë, sepse ju mund ta lini edhe 2 vite pasi keni vizituar një ambient. Pra nëse mua s'më ka pëlqyer peshku ose një resort para 2 vitesh, tani këtu nga ambienti ku jam me pushime mund të ulem dhe të shpreh pak kënaqësitë mia për biznesin. Biznesi pastaj mund të drejtohet Google-it, ku të thotë që Besmiri nuk ka qenë asnjëherë tek biznesi im si vizitor dhe review-ja e tij është. Google-i do më njoftoj dhe mua dhe bazuar në njoftimin që marrunën përsëri mund ta apeloj dhe të them, ja shiko, unë kam qenë para 2 vitesh, kam ngrënë filan gjë, nuk më ka pëlqyer shërbimi, nuk më ka pëlqyer ambienti ose diçka e tillë. Por deklarata me vetë është problematike, pra diçka që bëhet vetëm në vendet diktatoriale, as vendet autokrate nuk dalin me shëndrimet e tilla. E kuptova. Besmir, a përdoret inteligjenca artificiale për krijimin e komenteve masive? Patjetër që po, ka platforma të caktuara, janë platforma që aktualisht po i përdor qeveria, dhe mund të jap fakte për këtë gjë. Drejtori i përgjithshëm policisë para një tjetri të hetoi dhe 2 denoncimet e mia publike që kanë bërë në rrjetet e mia sociale dhe denoncimin që kanë bërë që nga viti 2023, ku një ushtri patronazhistesh me akauntet e krijuara 4 ditët e funit po sulmojnë, linçojnë çdo person i cili merret me protestën, po linçojnë çdo person i cili del në protestë dhe po suportojnë në like, shpërndarje, komente të gjithë fasuesit e qeverisë. Nëse ministri e ka të vështirë të hetoj, mund të mjafton të hap paqen e Facebookut tim. Dhe ka 2 denoncime, njëri është me video, njëri është me pse drejtori i përgjithshëm i policisë nuk po heton akauntet fake të cilat po linçojnë qytetarët shqiptar, por po heton akauntet të cilat po linçojnë, le ta themi, po pranoj që po linçojnë 20, 30, 50 biznese, që unë jam kundra kësaj gjëje, nuk jam pro të komentohet ose të lihen review, pra deri sot isha kundra, por në momentin që unë dëgjova drejtorin e policisë po më hajnë duar që unë të komentoj. Qartë. Se nuk e kam bërë një gjë të tillë. Qartë. Besmir, sa ndikojnë review-t negative në algoritmet e platformave? Ka një ndikim pozitiv dhe një ndikim negativ. Ndikimi pozitiv është që shikueshmëria ose kërkimi në rrjetet sociale dhe kërkimi në Google këtyre bizneseve rritet, pra volumi rritet dhe këto biznese do shfaqen më shumë në Google. Dhe ndikimi negativ është që qytetarët e caktuar, duke u bazuar tek review-t, mund mos të preferojnë një biznes të tillë. Dhe një herë nuk po flasim për turizmin në Shqipëri, po flasim për maksimumi 100 biznese, të cilat janë pranë qeverisë. Dhe qeveria e kuptova. Drejtorin e përgjithshëm policisë. Si gjurmohet origjina e një sulmi të tillë, nëse flasim se ka një sulm të tillë? Policia po gjurmon nga nisi, pra kush janë personat të cilët ideuan dhe nisën këtë sulm, sepse nuk mund të merren me 10.000 qytetar, kuptohet kjo pjesë. Pra, me sa kuptova unë nga deklarata, por dhe nga informacionet që unë kam nga Shqipëria, po mundohen të gjenë kush ishin 1, 2, 3 persona ose grupi i cili inicioi një gjë të tillë. A mund të identifikohen autorët edhe nëse nuk përdorin VPN?
Po nuk ka nevojë për identifikim fare, sepse personat kanë bërë thirrje në mes të Tiranës, në rrjetet sociale, me emër mbi emër, për bojkot të këtyre bizneseve. Pra, çfarë duhen të identifikojnë kur personat të cilët kanë bërë thirrje e kanë bërë në mikrofoni proteste, se kanë bërë në rrjetet e tyre sociale, kanë bërë dhe në media caktuara kur kanë pas intervista. Pra nuk ka nevojë për një superhetim me teknologji të lartë. Çdo gjë është e qartë, çdo gjë është tash e qartë, por ju them unë pse bëri një deklaratë të tillë drejtori i përgjithshëm të policisë, shumë e thjeshtë. Ma thuaj. Që në momentin që këto biznese do ankohen te Google, në mënyrë që procesi i heqjes të reviewve, sepse ato review do hiqen, që të jemi qartë, të jetë sa më i shpejt, këto biznese do dërgojnë dhe deklaratën e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Dhe duke qenë se kemi një qendrim zyrtar të shtetit shqiptar, Google për një kohë disa ditore maksimumi do heq të gjitha këto review. Pra bashkë me këto do heq dhe review të ligjshme, por kuptohet dhe review të cilat nuk janë reale, sepse duhet jemi sinqert, nuk janë review reale, sepse aty kanë komentuar jo thjesht profile fake, por kanë komentuar dhe qytetarë, të cilët nuk e kanë vizituar asnjëherë atë biznes. Dhe për mua kjo është diçka që nuk do duhej të ndodhte. Po është shumë e rëndë. Atëherë çfarë janë këta? Drejtori i përgjithshëm i policisë, janë qytetarë të pakënaqur, por nuk kanë qenë ato biznese. Nuk si funksionojnë ato biznese. Nuk kanë qenë ato biznese, sapo e thatë. Po atëherë nuk kanë qenë ato biznese. Parë që në ato biznese shfrytëzohen minoren, kanë parë që ato biznese megjithëse emrin e kanë jeshil, janë të mbuluara me beton dhe i linin drejta që komentoj, dhe qeveria nuk ka asnjë të drejtë të më heq mua nëse si unë dua protestoj. Kjo është mënyrë proteste. Kjo është mënyrë proteste ndaj një qëndrimi të caktuar publik. Pra nuk janë sulmuar bizneset e Tiranës të një qytetari të thjesht i cili shet fasule. Tani, Besmir. Pse nuk nxjerr drejtori i përgjithshëm i policisë listën e bizneseve? Shumë e thjeshtë. Do ishte shumë ndershme që drejtori i përgjithshëm i policisë të nxjerrë listën e bizneseve dhe mos të thotë që po sulmohet turizmin në Shqipëri. Shkurt shqipqartë nuk është sulmuar turizmin në Shqipëri, shkurt shqipqartë, policia e shtetit, prokuroria, gjykata nuk kanë qoftë dhe një ligj që të sulmojnë të qytetarë për mënyrën se si ato kanë protestuar. Qartë, tani Besmir. Është e moralshme kjo mënyrë proteste. Besmir, sapo thatë, të lutem, më dëgjoj dhe mua, të lutem. Sapo thatë vetëm pak çaste më parë që aty kanë komentuar edhe persona që nuk kanë qenë në këto biznese. Apo e thatë, ju e thatë. Po, patjetër. Tani, a është dashakeqe kjo, që edhe ata persona që nuk kanë qenë komentojnë pra te ky biznes dhe kjo është dhe në dëm turizmit, nesër pas nesër. Pse ju duket e çuditshme kjo? Tani një personi në Tiranë që nuk ka qenë asnjëherë në Zvernec dhe nuk ka parë asnjëherë Flamingon, ju dhe të tjerë mund t'ia heqni drejtën për protestë. Është njëjta gjë, ja heq drejtën për protestë. Nëse unë shoh 14 vjeçarët në 14 gradë duke punuar në ndërtim, mua nuk më lindë drejta që të vendos një koment që ky biznes shfrytëzon minorenet. Po të lind ty, jo mua që se kam parë këtë gjë. Të lind ty, jo mua që se kam parë këtë gjë. Ai po thot për profilet e tjera. Profilet falso pra. Unë që se kam parë atë gjë, si do të komentoj unë? Shqiptar. Nuk janë edhe një herë lutem se nuk të dëgjova. Edhe një herë lutem se nuk dëgjova. Pas çdo profili falso që kur ne i themi falso është sepse nuk ka një emër mbi emër, qëndron një qytetar. Nuk qëndrojnë grekt me AI që erdhen me autobusa në Shqipëri,